Mbledhim tërshanën mja dhënë lopëve nesër se ka dhënë për shi, kështu që i ditë para ne gjithmonë i bëjmë këto gjërat për të na shkaluar baldas, shiun, sidomos kjo zona këtu Halileve është që kuçël krejt. Nejse, pastaj do të shkojmë në shtëpi që të presim ca kërthia për t'ia vënë sobës që ta nezim, se do jetë pak ftohtë. Kjo është e padiskutueshme se jemi në dhjetor. Këtu është vajza ime që po më ndihmon apo më tregon që kam lënë një gjop pa pastruar atje në cet fare. Është e vëmendshme, pra e kanë gjatë mamit. Ndërkohë që duhet të shkojmë në shtëpi se do punoj edhe pak online, se puna që unë bëj është nga telefoni, fiton 1000 euro në muaj, kështu që më lëvërdis reklamet e produkte dhe si shes njëkohësisht. Pastaj do shkojmë do t'u tregoj pak për këtë që do shihni këtu. Kjo është pala mrekullueshme e funditarës. Ka dalë dielli këtu sipër, domethënë po perëndon ky shkreti, por unë tani e kapa. Tani ikim për shtëpi dhe do shikoni sa e lodhur isha unë, se bësha ka. Këtë punë e bëra me qef se është pak sa e lehtë, kështu që nuk po ankohem fare. Këtu është Kenda që po shijon të gjithë natyrën. Këtu jam unë që po lë grabin, do pres tani karthajat që di fus tek soba dhe do ngrohemi të gjithë familjarisht. Ndërkohë këtu do shihni dhe këtë që është tema e kësaj videoje, se kam vendosur këtë kalin në shitje, 300 lek, që i bie 30.000 lek të reja. Për i llogaritën si doni, është i cilësisë lartë, punëtor, nuk flet, habar, domethënë i bë të gjitha. Se për të shaka se është vërtet në shitje, nëse jeni të interesuar mund të shkruani këtë numër që do vendosëm këtu poshtë ose më shkruani në privat dhe unë t'u nis. Është kjo pamja, është i majtshëm, shihni çfarë shale ka. Pastaj ka pistra, mos ja vini re se kemi bë me kushte shtëpie, nuk e dinim sa do bëj për video, por është shumë i sor me fëmijët, ajo është goca ime bashkë me babin, kështu që ju pres të më